Metafora e luftës kundër kancerit, ku pacientët etiketohen si luftëtar, është e zakonshme, por gjithnjë më shumë ekspertë të shëndetit mendor dhe mjek paliativ po vënë në pikpyetje ndikimin e saj. Mjekja Antonella, e specializuar në kujdesin paliativ në Multimedica, thekson se kanceri nuk është një betejë me fitues dhe humbës, por një përvojë ndërlikuar që kërkon ndjeshmëri dhe mbështetje të vazhdueshme. Kjo temë u vu në qendër të vëmendjes gjatë funeralit të aktores italiane Leonora Giorgi, e cila humbi jetën nga një kancer pankreatik. I biri i saj, Andrea Rizzoli, theksoi nevojën për të ndryshuar gjuhën me të cilën i referohemi pacientëve me kancer. Ai argumentoi se përdorimi i termit luftëtar krijon një presion të panevojshëm mbi pacientët, duke i detyruar ata të ruajnë një imazh të forcës edhe kur ndihen të lodhur dhe të brisht. Hulumtimet në fushën e psikoonkologjisë tregojnë se një gjuhë empatike dhe përfshirëse ndihmon pacientët të ndihen më të kuptuar dhe të mbështetur emocionalisht. Studime të botuara në revistën Psycho-Oncology sugjerojnë se etiketimi i pacientëve si luftëtar mund të shkaktojnë izolim dhe ndjenja faji të ata që nuk munden të luftojnë në mënyrën që pritet prej tyre. Për këtë arsye, ekspertët rekomandojnë përdorimin e termave më neutral dhe mbështetës, si po e përballon me sukses apo po kalon një sfidë të vështirë. Në fund, është e rëndësishme që të qasemi pacientëve me kancer me dhimbshuri dhe të shmangim gjuhën që mund të rrisë ankthin e tyre. Përdorimi i një komunikimi të kujdesshëm dhe të ndjeshëm mund të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre dhe të lehtësojë procesin e trajtimit.